të shikoni me kujdes, dhe kjo për shembull është një gjë interesante nga ana tjetër ke Partia e Lirisë, ata kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale, sepse ju e dini, mundësia më e madhe është nëse akuza sqarohet për zotin Velia dhe kalon për gjykim, atëherë patjetër zoti Rama i bie që ta shkarkoj zotin Velia. Dhe në vend të flasin të mendojnë se si të rikthehen në pushtetin lokal, ata jo vetëm që nuk mendojnë, jo vetëm që nuk kanë alternativë, jo vetëm që janë të hallakatur, jo vetëm që nuk kanë një kandidaturë, po merren me një lloj naracioni që unë në mendimin tim duhet t'ia linin disa njerëzve atje dhe të vazhdonin për kauzën e tyre. Unë ja u përkrah kauzën opozitës që të shkojnë për pjesën e vërtetimit të gjithë parregullsive që ata flasin edhe për 130.000 votat e munguara që thonë, por se nga ana tjetër njerëzit presin zgjidhje prej atyre, njerëzit presin përfaqësim prej tyre, sepse me sistemin që kanë bërë është vetëm sistemi që po i mban në pjatës, sepse nuk i mban më asgjë tjetër dhe mënyra se si u futën partitë e reja ka treguar alternativë tash edhe për partira të tjera në të ardhmen që ta synojnë kalimin e pragut. A duhet ta kishte bërë apo ndoshta pritet ta bëjë një analizë në vetvete opozita pavarësisht akuzave, pretendimeve, sepse analiza duhet, sidomos për një parti e cila ka humbur. Ndërtyr, ju kam thënë edhe një herë tjetër, Partia Demokratike nuk arriti të bënte analizën e vitit 2021 ashtu siç duhej. Dhe nuk ka gjë më të madhe se sa të bësh me akulpa dhe të bësh analizë të thukët, madje ti nuk mund t'i japësh dot rezultatet, sepse unë jam i sigurt, po të na dëgjojë njëri i Partisë Demokratike, tani do thotë, po ne kemi bërë analizën. Në fakt nuk është ashtu. Sepse po ta kishim bërë analizën, nuk do humbisnin në mënyrë të tillë. Dhe logjika ime është, kur nuk bën analizën e vitit 2021, më besoni, nuk do e bëjnë dot analizën e vitit 2025, sepse ke Partia Demokratike nuk ka njerëz që drejtojnë gishtin ke vetja. Dhe mua më vjen keq se tani ka ardhur momenti që do jetë media që do bëjë opozitën më të madhe për Partinë Socialiste dhe për mandatet e saj. Dhe opozita pak nga pak, më besoni, ka për të dalë edhe nga radari media, sepse nuk prodhon më lajme. Dhe unë e quaj këtë edhe pak, të themi, begenisje e medias që po merret me Partinë Demokratike. Por në momentin që ti nuk ke alternativë, nuk e përballon Partinë Socialiste, atëherë i ngelet medias dhe intelektualëve të ndryshëm që të bëjnë, të themi, të bëjnë oponencën e kësaj qeverisje dhe njerëzve me integritet të bëjnë, të themi, të gjithë recensën e qeverisjes së zotit Rama, ndërsa akuzat e opozitës vetëm depozitohen dhe ju e dini mbas 10 ditësh besoj do dalë edhe raporti OSBE-Odirit. Dhe pa çka që ne të dy nuk jemi në gjendje në këtë moment të dim, po pak a shumë konkluzionet dihen të atyre, dhe çfarë do i thuash publikut tënd në javët në vazhdim. E bëra pyetje, po nuk mori përgjigje në fillim, sepse e kalove tek zgjerimi i një tjetër çështje. Si e shikoni ju, për shembull, që Partia Demokratike votoi dhe bashkoi votat në kas me Partinë Socialiste, që kandidatët e saj kërkuan rinumërim të votave, madje kanë çuar dhe në kolegj. Ilira Ali Mehmeti, Lisandër Hoxha, Ulon Kalaja, janë edhe 2 apo 3 emra tjerë. Sepse janë të paqartë. Janë të paqartë dhe nuk u intereson shumë fati individëve të cilët janë në listat e hapura. Dhe i bie më mirë që edhe për shkak të paqartësisë së tyre, Partia Demokratike është e paqartë edhe në politikën përballë kasit, po ta keni parë me kujdes. Pse po e them këtë? Që në parashtrimet kam parë të logjikës së tyre lë shumë për të dëshiruar. Dhe një parti e cila e ka kaos të vetën të shpalli zgjedhjet si fars, duhet të kishte ekip juristësh të cilët me logjik të vendosnin kasin para detyrimit moral. Dhe për fatin e madh media i kanë nxjerr live të paktën përballjen e tyre me kasin.
Dhe ajo që duhet t'ju them është një element tjetër. Bashkimi bëhet për një gjë të thjeshtë, që edhe ke Partia Socialiste, edhe ke Partia Demokratike tashmë kanë frikë nga njerëzit e listës hapur. Pse? Sepse njerëzit e listës hapur në çdo moment janë në gjendje, për shembull dhe këtë ka dhënë provën zoti Braçe, që ta ngrenë zërin përballë kryetarit sepse i kanë marrë votat vet. Dhe as zoti Berisha, as zoti Rama nuk i intereson që ta mbështeti shumë kauzën e këtyre. Prandaj e bashkuan, të themi, u bashkua kjo vendimi të dyve në kasë.